Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në glob. Kanë ikur gjithë shqiptarët. Kanë ngelur vetëm ata me kapela në përkafenet. Kanë ikur rinia, ka ikur shpresa e kombit. Ka 35 vjetë. Kanë ikur në përbot, i përdor bota tamam si slev. Mendojnë çdo natë, çdo ditë për të kthyer në tokën e tyre, të prindërve, të gjyshve të tyre, në tokën e djegur për 46 vjet me regjim sërb, për 35 vjet me shqipfolës, me anti-shqiptar, i ro për shqiptar në çdo drejtim. Ky ishte qëllimi të dashur bashkëdhetar shqiptar dhe amaneti të parëve që të bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Kjo ishte udhëtimi tim që erdha në tokën e stërgjyshve dhe në tokën ku unë kam lerë, në Shqipëri. Pavarësisht se brezi im ka lerë në një kohë kur ka qenë regjimi komunist, sërb, regjimi i Popovićve, i Dushanit, i Mugoshës. Regjimi i Çobenëve, që e muar dhe filluan vrasjet në çdo vend. Të dashur shqiptar, erdhi koha. Erdhi koha nëntori. Erdhi nëntori, dita që e shirua Shqipëria nga Ismail Qemali. Dita që bëri Ismail Qemali qeverinë. Por, nga shqipfolësit e dikurshëm, nga spionët e dikurshëm, që i ka sjellë Serbi gjithmonë në tokën e Shqipërisë, nuk realizua. Menjëherë erdhi lufta e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore, sidomos englezët, sidomos Churchilli, kryeministri anglez, bashkë me Stalin, siç e kam thënë gjithmonë, me një terren lapsit, ja dhanë Shqipërisë lindjes komuniste. Po ashtu, dhe palcën e vendit të Kosovës, ja dhanë Titos. Të dashur shqiptar, ju e dini më mirë se mua, moshën që e kanë parë vetë me sytë e tyre çfarë kanë hequr. E tërë Shqipëria ka qenë skllavëri. E tërë Shqipëria ishte rrethuar me gjemba, kufijt, kudo. Të gjithë shqiptarët ishën tamam si fllëza që e mbyllmi kafas. Arritën shqiptarët të punonin natë e ditë si slev. Por ja pra, erdhi koha që të jetë Shqipëria me kufi natyror. Erdhi koha nga lufta e dytë botërore, është në luftë e tretë botërore. Pavarësisht se ka 3 vjet që ka filluar. Por ajo ka filluar, tamam si atë plaga që ke në trup dhe fillon e kruan dhe del pak gjak, por shumë shpejt. Me ditë, dofta e me javë, po jo më tepër se një muaj. Lufta e tretë do zjej. Do zjej e do dëmtohen ata që na kanë coptuar me shekuj. Ata që na i ndanë Shqipërinë. Ata që ndanë Shqiponjën, fëmijët e Shqiponjës i coptuan, e muar Çamërinë. E ndanë Kosovën, e muar Maqedoninë të Aleksandrit ton, Malezi. E lanë Tiranin që bëshin planin për vrasje, për të merre, për grabitje dashur shqiptar. Pra, shqiptarët e mi, unë para disa kohë, kam krijuar qeverinë teknike, e kam krijuar në tokën time, e kam krijuar në vendin tim, po sytë e mi nuk pushuan si qari, kur i matë në përburgje, kur fisi pilinqave 100 e ca në Shtyllës, në përkampet e përqendrimit, kur unë u rrita pa babë,
po si mua, të dashur shqiptar, ishte dhe me qindra dhe me qindra shqiptar, që ishë në përkampet e qëndrimit. Burjet u mbushën plot e për plot bureli. Me intelektual dashur shqiptar, me filozof, me intelektual që dinin 5-6 gjuhë, i arrestuan. U bënd torbogolos, sidomos në burel dashur bashkëdhetar shqiptar, me një dhomë ishën 3-4 veta. Dofta ju, u duket e çuditshme, të rime. Vdiste personi në burg dhe koskat i treqin. Nuk i hiqni, sepse burgu i burelit ishte 10 dashur shqiptar. Edhe ai inxhinieri në kohën e zogut që e bëri, edhe ai vdiq vetë po në atë vend. Të dashur shqiptar, ne shqiptarët kemi 100 vjetë, po më mirë të themi 82 vjetë, që vrasëm vetë vetën. Spionojmë njëri tjetrin. Çfarë nuk u bë? Spionat dëgjonin në për vrimat e qelseve. Burgoshin njerëzit. Çdo ditë. Me çdo vend burgoshin nga një. Por ata nuk u ngopën me kaq të dashur shqiptar. Edhe ata që gjoja qushin antarët e partisë, punonin si sllev në për kooperativa, në për fermë, 46 vjetë. Shqiptarët, mbas rënies së murit të Berlinit dashur shqiptar, lindja filloi po shkërmojqe. E kishte radhë dhe Shqipëria. Sidomos Ceaușescu me gjithë Elenën të Rumanisë e vran në sytë të publikut, sepse kishte qenë një çoban. Nga çobani u bë presidenti i Rumanisë. Po ne qëllimet e kishim të mbrojmim tokën tonë që quhej Shqipëri. Bëm çmos në çdo drejtim. Gjithsa sakrificat që kishim, çdo gjë që kishim, domim që Shqipëria të mos dëmtosh. E dini pse të dashur shqiptar, do një qesh në moshën 70-80 vjet, e di. Çdo fshat, çdo fermë, çdo lagje, kishin një kapter për të vrarë 4-5 veta. I kemi zënë dhe listën. Nëse qushja here flote jashtë amerikane do vinte në Sazan, persona do vriqë. Ne i dimim këto gjëra. A here bëm çmos. Amerika bëri çmos të shpëtonte Shqipërinë. Dhe e shpëtoi. U hap në ambasadat në atë mënyrë që ne domim. Nuk u vras njëri. U larguan data 2, korrik, 3, 4, 5 dhe 6. U mbushën vaporët. U larguan shqiptarët e mi si zojt, nënën e lanë në shtëpi, plak, me lotë në sy, priste se mos vinte i biri e bia, mas një vit, mas një muaj, por u bën 35 vjet të dashur shqiptar. Po kush ngjeli në Shqipëri? Ngjeli llumi i llumit të familjeve. U pasuruan, vodh, vajt në marë pasurit shqiptareve, pronareve të ligjshëm, që këta i quajtën ish pronarët, jo dashur shqiptar. Pronarët e ligjshëm. Në çdo vend të botës, për shembull në Amerikë, prona është e jotja. Është një pronë, një njeri që ka një pronë dhe nuk e gëzon, ai nuk ka demokraci në botë. Kurse në Shqipëri, u marr pronat dhe bën një 7501 për të vrarë njerëzit. Për të vrarë motër e vëlla. Pra, s'lan je pa bërë për 35 vjet. Po nuk u ngopën përsëri me 97-ën. Nuk u ngopën as me 97-ën që u vranë. Të dashur bashkëdhetar, vriqin shqiptar, dofta mund të kemi edhe një foto. Pra, u vranë shqiptare me shqiptarin, e përgatitur nga sërbët, e qëllimshme dashur shqiptar. Për të vrarë shqiptarët me shqiptar,
Dofta regjizori ka do një piktur duke vrarë shqiptarët në 97. Pra të dashur shqiptar. Prapë su ngop. Gjithë rezervat që kishte naftën ja dhanë Serbit. Edhe kompania qoshe Shqiponja me në krye Dritan Sheun, që quhet doktor, që është deputet 35 vjet. Ja dhanë naftën Serbe. U vranë bosnjakët, por vranë shqiptarët më vonë në 99. Përsëri su ngopën me atë, krijuan piramidat. E ato para që shqiptarët punonin në për Evropë, në Greqi, kudo, mbillin ullin, punonin si zmeqar, edhe ato para që i bën erdhë dhe u amuar. U amuar këta shqip folsi, përsëri nuk u ngop. E hodhën bombën atomike dhe vranë kalamajnë në Gërdec. Vranë fëmijë të dashur shqiptar. Përsëri donin mish. Donin të vrarë shqiptar. E pa parë një historinë e glopit botror që të vrasën qevria shqiptarët e vetë. Ata shqiptarë që punonin natë e ditë. I vrisin kërësisë e mitrolozi që s'ka ndodhë do një vaki drejtje në mish. U vranë 4 veta, u plagosë shu veta. U vranë të 4, s'kishin pirë ujë, e kishin stomakun bosh, pa bukë. Pra të dashur shqiptar, kush i vrau? Cilat u vranë? 2 partit. Një e quajtur PD, më në krye që në fillim i quajtur Sali Berisha, dhe një PS, më në krye Nanua, e më pas Edi Rama, e Majkua, do me thënë Çobenët, u bën krye ministra. Të 2 partit ishën bashkë. Partia e PD-s të dashur bashkëdhetar shqiptar, kryesorët, ata që i quhen bosa, ishën spiona të Serbëve. Ishën ata që dëgjonin në përkampjet e intrenimit. U bën deputet. U bën kryesor në Partinë Demokratike. Berisha i kishte dosje. Berisha kishte dosje vetë. Dhe u atunte dosjet nëse ata flisin diçka. Në PS, hyn djem të rinj, të bind e komunistave. Hyn sepse donin që të fillonin në parti. Më vonë të dashur shqiptar krijuan, të them të paktën 70-80 parti. Kush ishin ata në parti? Ata ishin krye spionët. Një parti, një person. Pra, të dashur shqiptar, këtë që ka hequr Shqipëria se ka i do njërë kur, e vodh, e bën hasmë, hapën hasmat në të gjithë Shqipërinë, sidomos në veri, po vriqin njerëzit me hasmë, që kishte kohë që nuk vriqin. Eshte qëllimisht për të eliminuar familjet, për të eliminuar të rinj. Pra, këta të dashur shqiptar, vodh, grabitën, vranë, si Trebickën me shok, nuk është një që ti themi emrat, i dim të gjithë, janë shumë, që janë vrarë qëllimisht. Por të dashur shqiptar, erdhi koha. Ne e krijuam qeverinë teknike, disa spiuna thoshin që Pilinçi pse krijovi qeverinë teknike, sikur unë do pyesin Serbët. Këta janë Serbë të dashur bashkëdhetar shqiptar, të 2 partit. Pilinçi, familje e Pilinçive nuk është e vogël, shumë e madhe. Nuk njihet vetëm në Shqipëri, po njihet në tërë Evropën dhe në Amerikë. Ata Pilinça që kanë qenë 6 vëllezër, stërgjysht e mi, e bën Amerikën me para. Pavarësisht se ngel 4, 2 u kthyen. Pra të dashur shqiptar, që në kohën e komunizmit, 97%, nuk e them kotat numër, kanë qenë e donin Amerikën.
E ata që ishin bërë antar partije, e donin Amerikën dashur shqiptar, përveç sigurimit që bashkëpunonte me serbët. Pra, erdhi koha të dashur shqiptar. U vënuam, po si thoni fjalë, më mirë vonë se kur. E krijuam partinë Qeverinë Teknike, por e lam qëllimisht dashur shqiptar. Se ne qose kishim bërë para një viti, shqiptarët do thoshin, po dale, çfarë bët kështu? Ne i thoshim Saliut, o Sali o Flori. Ne i thoshim, nanos o nano, ku të kemi? Nga burgu, ti e kryetari ton, ti e shpresa jon. A i mbani mend që thoshte një zonjë nga Berati? Amani mos u zini, amani mos u zini, sepse po të zini, neve u duam ju, vetëm ju mos u zini, le të rrim pa bukë. Tja pra, raca me poshtër që ekziston në glob, është raca bolshevike të dashur shqiptar. Është krijuar në Francë me rrugacët dhe u shpërnda në Rusi, e sidomos në tokën time të shqiponjave në Shqipëri. U vran njerëz, u shkatruan njerëz. Pra, unë kam thënë shqiptarve, mos paguani taks, disa të quajtur avokat, me mjekër e pa mjekëra. Bërtitën dhe thërrisnin, Piliqi pse u thot, mos paguajnë taks. E kush pra? Spionët. E krijova qeverinë. I zgjodha ministrat. E qindra që kanë erdhur për ambasadë në përvendet e Shqipërisë. Pamarësisht se ne kemi armiq shumë. Serbët, Francët, Englezët, Rusët. Por u erdhi ngordhja dashur shqiptar. Kanë mbaruar, nuk kanë më fuqi. Vetëm po shëgojnë vendin e tyre se dita ditës do eliminohen. Unë kam thënë edhe vëllezërve tim të Kosovës, se propaganda e qeverisë të Kosovës del në televizore e thot, kemi problem mos na hyri serbi, që të rrinë akoma. Ata janë më keq se serbi. Unë kam thënë të dashur shqiptar, një herë hangri serbi, që deshti hynte në Kosovë dhe Amerika bëri atë që bëri. Por nëse një njeri vritet në Kosovë, Amerika është në Beograd. E them pa frikë. Brenda 24 ore nuk do t'jetë me Beogradi, do të fushohet dhe do dalën themelat e shqiptarëve. Themelat e kombit tonë. Ne kemi deri në Beograd është vendi jonë. Maqedonia është tona e Aleksandrit. Ne nuk pyesëm për Çoben, ne u themi Maqedonëve, Bullgar, rrini urt, se është Shqipëria jonë. Erdhi koha jonë, dashur shqiptar. Ne kemi Qelsin, kemi edhe Çekan, ne kemi edhe Lapsin, e kanë shqiptarët në dorë. Dikush i dukshë çudi, po jo, e kanë shqiptarët. Shqiptarët janë atje ku duhet, janë atje ku e kanë vendin që si prek do të njeri. Janë aty ku janë betuar që mbrojnë kombin e Amerikës, kombin e Shqipërisë, që mbrojnë realitetin. Dashur shqiptar, pse unë thash nëntori? Nëntori është dita e çlirimit të Shqipërisë nga Ismail Qemali. 28 nëntori. Ismail Qemali me fondet e tija e bëri dhe qeverinë. I zgjodhi patriotët. U bëri qeveria. Por s'ne shumë kohë. Sepse këta shqip folësit, prindrit e këtyre, gjyshrit e këtyre, ishën me sërbët. Bën çmos e prishën. Erdhi bolsheviku. Por të dashur shqiptar, pse e them nëntori? Pse e them që nesër është data 27? Ju e shihni dhe programin sken. Datën 27 unë kam ftuar gjithë shqiptarët, kur them gjithë shqiptarët,
ku janë Shqiponjat. Shqiponjat janë në Malzi, në Kosovën tonë, në Krahinën tonë, në Maqedoni dhe në Qamëri. Por Shqiponjat tona janë të shpërndarë, 5 milion njerëz. Kus janë? Në Amerikë 480.000 janë njerëz. Janë shqiptarë që presën këtë ditë, që presën 28 nëntori në Evropë, në Francë, në Ingilterë. Kus janë shqiptarë? Në Greqi, në Itali 1 milion, që presën të këthehen kënën e vetë. E ka fjallën këtë toka e Skënderbeut. E një Skënderbeu që në ka ngelur, llumi i qeverisë, llumi i presidentëve që kanë qenë në Shqipëri, të marë duke shitur bezin, e bëjmë president. Mujësiu duke ngrënë misra e domino, e bën president. Të gjithë me radhë, i mirin nga rruga, i bën një president. Kryeministër Majkua, Kalama, u bë kryeministër. Erdhi Edi Rama, nga rrugët e Francës, kryeministër. Njerëzit kanë patur frikë. Interesant është. Të kesh frikë për njeri që e kanë rraur, që kur ka qenë fëmijë, edhe ranë më 97, njerëzit vetojnë se ai është dikush, ai s'është kurkush. Pra dashur shqiptar, të dalë në 27 nëntori, në orën 2, do mblidhemi në skulpturë e fundit që ka ngelur, që është Skënderbeu. Pra aty, do vem mund ta nxjerrësh, të lutem, fotot ku janë vrarë njerëzit, ku janë bërë planet. A i shini dashur shqiptar, ku vendi popullor akoma është me ato gërma. Aty, është dhe në urdhë për arrestime, por plani ishte bërë në komitet qendror, në atë pallat të mallkuar, në atë pallat që jetonin sërbët brenda, Popoviqët, Dushani, Mugosha, që jetonin aty, bënin planet për të eliminuar patriotët e Shqipërisë. Pra, pre aty kalonin në kryeministri. Aty ku ka qenë Memeqeu, bënin planet dhe urdhin e hipnin po kuvendit, më në krye Haxhilleshit. Ngrini kartonet, tamam, s'kur vrisin një pul, vrisin një intelektualet. I hapnin gropat dhe i fusin dhe javë. Po pse i fusin? Se ishin shqiptarë. Ata donin të marrin një pozitë në tyre. Po përsëri, në këto u bën plane me 74. Edhe në atë vend, në atë pallat, në ato 2 dritare të mallkuara, e vranë Memeqeu, sa bukur. U vranë në gjumë, ne dim kush edhe ka vrarë. E vrau vetën, po si u vra ka njeriu brenda i udisur në krevat, tamam s'kur flinte. Vranë vetën. Beqir Balluku, Petru Dumja, e me radhë, u vranë Rrugaqëria, që i shtypën shqiptarët. Pra, këto 3 pallate që janë të dashur shqiptarë, këto do bëhen muze, që ta mbajnë mend brezi ashme, shekujt e ashme, që në këto 3 pallate dhe në Ministrinë e Brendshme që do të bëjnë VC, do t'i hapëm 4 dyer, që të vejë publiku, të vejë shqiptarët, të nxjerrën llumin e llumit në atë vend, kurse këto do bëhen muze, që të vijë të shikojë bota çfarë kanë bërë me shqiptarët. Por të dalë që çfarë kërkojnë shqiptarët të ditë. Të dashur vëllezër, unë nuk kam thënë që kam erdhur. Spakun e ka krijuar Amerika. Pavarësisht se u ngritën një nga një, këta janë rrugaqër, shqipfolësit, një nga një dhe e vunë firmën të 140 deputet për Spaku.
por menduan se përse ata në SPAK janë, përsëri këta i kishën vënë prokuror dikur, kush ishën, kush në Tropoj, u këthyen dhe hyn, pejnë fshat, ne kemi 4-5 në SPAK. Menduan që ne do të kemi SPAK-un dhe do shpëtojmë. U bë dhe byroja kombëtare, që nesër do quhet FBI-ja, nga Amerika. Kanë erdhur sallarët që duan kombin e Shqipërisë, që duan ta mbrojnë nga hajdutët. Këta janë hajdut. Këta janë shqipfolës. U bë SPAK-u, u përhap para 2 muaj. SPAK-u është mbyllur. Bilinçi ka thënë SPAK-u është hapur. Po pse s'del ambasada? Ambasada amerikane e mbaroi emision e vet. Unë kam thënë qatë ditë. Ju rikim bashkë me 4 ambasadorë të tjerë, pavarësisht se ishin Amerikanë, po në Amerikë kanë vajtur të dashur bashkëdhetarë lloj kategorie, të bardhë, të zinj, të verdhë, shqiptar, kinez, japonez, dhe qillovi në Shqipëri erdhë 4, një japonas, një kinez, një korean, por ju rikim bëri punën e saj për të eliminuar këto 2 parti. Pse e thash më parë të dashur shqiptar, ne po ta kishim bërë para një viti, do thoshim Bilinçi na ka hequr 2 partit që ne i duam me shpirt, o Sali o Flori, si që thash më parë, o Edi sa i bukur je, 13 vjet kryeminist, i bëm në atë gjendje dashur shqiptar, që ju t'i shini me vete që janë bashkë. A i shini këto ditë që bëjnë, të mbroj njeri tjetër. Komentat, dosjet janë mbyllë ka kohë dashur shqiptar. Nuk janë mbyllë për vjedhje, parat janë këtu, po janë dosjet për krimet. Dënimi më i vogël mund të jetë 38 vjet dashur shqiptar. 38 vjet dënimi më i vogël. Pra, këto ditë dashur shqiptar, zjen Shqipëria për një zonjë e quajtur Balluku. Por, sistemi është amerikan dashur shqiptar, ajo byroja kombëtare dhe SPAK-u. Tamam sistem amerikan, po e thritën, është e pandehur, edhe thanë s'ke të drejtë të vesh me në punë kryeministri, dhe s'ke drejtë vesh asë mjë vënd. E dimim që ajo do vinte, domim që të vinte të thyen të ligjin e kushtetues, ligjin e gjyqtarit, që gjyqtari dha urdhë që s'ke të drejtë të vesh me në kryeministri, vajti, 5-6 orë, qani në halle, sepse dualë fotot dashur shqiptar, si vinin me makina, dollar, eurot dhe i ndanin me metro kup. Kaq ke Tirama, kaq ka Balluku, kaq ka Tauland Balla. Pra të dashur shqiptar, erdhi fundi këto ditë. Të gjithë do arrestojnë. Unë kam thënë që janë dhe 1840 deputet për 35 vjet. Të gjithë do arrestojnë. Nëse ata i kanë bërë me djerës, t'i gëzojnë, do t'u japëm nga i diçka tjetër, po jo dashur shqiptar. Po si mundet në botën, në Amerikë, në Evropë, të punosh natë ditë dhe nuk bën dot një shtëpi, sepse kushton dashur shqiptar. Jeta është, do paguash, do kesh makinë, do kesh qira, do marrësh ushqime, çdo gjë për të ngrënë, do vesh mbathje. Kurse këta i mirin nga rruga, vinin nga Greqia, duke pastruar në Greqi, duke bërë spiuna, vinin këtu, të nesmen deputete, mbas 2 ditë, një vil. Mbas 2-3 ditë, vishte me makinë me roje që s'kishte parë në jetën e saj, as gjyshi dhe as tërgjyshi saj, ai atyre. Me xhame të zinj,
për të qeshur, po është dhe për të qartë të dashur shqiptar. Ç'keni hequr ju me këta? Mblidhen si gjinde këto ditë, po s'kan kuvend. Filinçi u ka thënë, ditën që ne të shkojmë, po jo në këto 3 pallate. Ne do shkojmë në një vend që si di asnjëri, që ta lyejmë, që t'i heqim mikropet e 46 vjetëve, që t'i heqim mikropet dhe plirat e 35 vjetë. Këto do bënë muze. Pra, nesër të dashur shqiptar, i ftoj të gjithë, ku janë e kus janë. Nëse e doni kombin dhe Shqipërinë të lirë, nesër të jemi së bashku. Jo për të bërë rëmuj. Një person në qoftë se thyen një gjam, policia të dëgjojë me vëmendje, ai arrestohet. E në qoftë se nuk arrestohet policia, ne i kemi konditat, arrestohet dhe qelsi ti hidhet në det, oja ti, oja saj. Pavarësisht se kush është. Pak në intereson. Çdo gjë është në kontroll të dashur shqiptar. Flini të qetë. Asgjë nuk kanë për të bërë. Mundohen të 2 partitë të bënin revolt. A e patë edhe partia u mblodh sepse vjen Saliu nga 16 orë larg. E bëri gati për të strehuar, po jo dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë ne kemi Chelsin, kemi një mash të gjatë, më të gjithë botën. E në hënë të vend, këtu do e api llogari. Të njëjtin, si ish zëvendës kryeministri, u vjen këto ditë dashur shqiptar. Ta shihni vetë, ta shihni në gjyq, çfarë do thot për Edi Ramën, për Berishën, janë bashkë këta dashur shqiptar. Pra, erdhi koha të dashur shqiptar të vinë. Unë i ftoj këtu policinë, policat në Shqipëri. Këtu janë 3 rregullore, do me 3 shtyllat që mbajt çdo komp. Policia, pensioni dhe arsimi. Policia është slep të dashur bashkëdhetar shqiptar. Shikojeni të dashur shqiptar, policia që punon ka 10 vjet, 15 vjet, merr $620 në muaj. Polici i ri që hyn nga shkolla merr 450.000 lekë, do me $450. Po si mund të rrohen me këto? Edhe kushtetutën e tyre, plira kushtetut, e ka që policia të marrë një rrogë në fund të vitit. Kur s'është dhënë? Aman, për deputetët, po, është dhënë nga 10.000, jo nga 1.000, 10. Po si të dashur bashkëdhetar. Policia nuk merr asgjë. Dashur polici, ju jeni slevë. Mja pra, u kanë shkelur sërbët, shqipfolësit, e janë i mene nesër. E janë i mene. Të gjithë të keqe që keni patur, ti hedhen brapa krave. Dhe më datën 28 nëntor. Aty, ke kryeministria, a i shini atë shtyllën të dashur bashkëdhetar shqiptar. Po ua të regoj të shini. Në këtë shtyllë, që e shini para kryeministrisë, Filinçi, me ministrat, me qindra dhe mira që vinë nesër për paqe, unë do ngre flamurin shqiptar dhe flamurin amerikan. Po në atë shtyllë nesër, të dashur shqiptar mund të bjerë shi nesër, që do të gëdhim, ne do marrëm ambrella çfarë janë ato për të strehuar në qoftë se bie shi. Po e në qoftë se bie shi, dashur shqiptar, e në qoftë se bie dëbor, më mirë të jemi pa xhaket, të heqem plirat e këtyre, nuk na gjen qameti në qoftë se bie shi 24 orë pa pushim. Trim në atë shit. Trim, aman, të dali dielli të nesme, të çliroheni,
që kur dali polici në rrugë të ketë respekt, që të vishe tamam, sepse ka shenjën e shqiponjës në kokë. Ne kemi të dhena, dhe i kam parë me sytë e mi, dashur shqiptar, kam me qindra fotografi, kur shok 4 polica bashk, o zot, njeri ka atletet të tjera, njeri ka të zeza, njeri ka të murme, njeri ka të grisura, e po të vesh afer, bjen erdirës. Slev i kanë bërë policin, slev mbi slev kanë bërë pensionistët. U japin $80. 80 të dashur bashkëtetar. Shumëzojnë për 75 dhe 6.000 euro gati. Aq sa marrën rrugaqëria, aq sa marrën në parlament. E pra shqiptar, e ngrenë rrugën e tyre, kurse tuajnë e kalen të policisë. Të 12.000 polica që janë, familjet e tyre, jam i bindur, sot dhe këtë minutë që flasë, janë pa bukë. Po si të ketë bukë? A i smerë do të sapun. Plaçka të dashur bashkëtetar, shqiptar, i blenë vetë, për 2 vjetë e ca. Nuk kanë marrë në fund të vitit një rrogë që kur ka hyrë Edi Rama, që minin në fund të vitit një rrogë, që minin $600 turpi i botës. Policia, që në tërë botën është shembulli. Policia është shembulli, krenaria jonë. Po arsimi dashur shqiptar, i kalen qëllimisht me rrogë të ullët. I kanë marrë me diploma falso. Të shumtit janë me diploma falso. Se ata që ishën të zotë kanë dalë në pension. Me rrogë qesharake. Po si do mësoj? E nësoj profesori o mësuesi. I thotë zënsit që ti duhet të mësosh më tepër, i vjeni ati deputet, ti më shanë fëmin mua u te nga puna. Ja pra ku ka rritë. Pensioni. Merë $80. Pra të tre këto, hospitalet dashur shqiptar, doktor, me thikë tërditën në dorë, me i rrogë qesharake, e i thonë, pse vjethi? Qa vjethe? A i punon, natë e ditë, na perim, ti e paguan shumë pak, si gjithë bota duhet paguajnë doktorë, sepse janë në shërbim të Shqipërisë, në shërbim të popullit të vetë. Edhe hasëm ta ketë doktori duhet ta shpëtoj. Kurse këtu shëgojnë doktorët nga xhepa. E qatë japi ai pension? Ka marrëvesh këtu të dashur shqiptar, vajzat e reja që lindën i bin aperim, që ti marrën më para. Po, i e rrezik. Shi, prindri, i shoqi, shmartuar, kur i thot që zonja jote është në rrezik, po, doktor, vazhdo. Aperim. Që ta mbaj 3-4 ditë që të paguaj parat. Do kërkoj në shoqëria e tia, si që kemi zakon në shqiptar, ndihmojmë njëri tjetrin. Por ka ndryshuar tani. Policë, vëllezërit e mi, ejani rroga me vogël për ju, ditën që të bëhet qeveria shumë shpejt, me të mirë, o me të keq. Ne i kemi planin. Ne kemi plan për nesër, për 28 nëntori, të bëhet qeveria e re. Sepse shqiptarët më kanë dërguar që do t'jemi në Tiranë. Më kanë thënë me kohë të bëj një demonstrat, po jo, kjo nuk është demonstrat. Kjo është paqësore. Kjo është që ne ta gëdhim natën me lot dësy për vojtje. Ta gëdhim natën që të nesme t'i themi e shtrave, ja pra u qirua Shqipëria. Pamarësisht se Ismail Qemal Beu e kryovi, por nuk vazhdovi. Por ja pra erdhi koha e jonë. Unë u bi thirrje
vëllezërve të mi kosovar, e janë nesër, e janë të çlirojmë Shqipërinë, se të keqen që keni patur, e keni patur nga Tirana. Unë i them shqiptarëve të Maqedonisë, e janë nesër, se të keqen që keni patur, e keni patur nga tirania, po dhe nga ata kokbardhët që janë në Maqedoni, që u kanë barë para. Ata shumë shpejt do ve në burg. Unë i them malit zi, e janë pra, e janë princat e dikurshëm, e janë në tokën tuaj, e janë të çlirojmë, tu themi serbëve, shkoni atje ku e keni vendi. Mja, u kemi dhe në bukë, u kemi dhe në tokë, ja në vratë. Unë u them, çdo fshat që është në Shqipëri, unë e di që më dëgjojnë, unë e di që më dëgjojnë me shpirt, mendjen e kanë këtu, po nesër është prova e shqiptarëve. Nesër është dita e zis, dita e hedhërimit, të vrarjes. Ai është qiriu që do ngjilet në për këto, që të kujtohen. Edhe flamuri do ngjilet në atë shtyllë, aty ku janë vrarë 4 veta, aty ku janë gjakosur. Të vriten 4 veta. Shqiptari, të vrasi shqiptar, më kesën në 87, sy për sy. Të dashur shqiptar, ju nuk e dini sa do dënohen për 21-shin që u vranë 4 shqiptar dhe u plagosën. Është një numër shumë i madh. Pavarësisht se disa kanë ikur jashtë, këtu do vinë. Këtu do vinë. Pavarësisht se kanë vajtur edhe në Amerikë, këtu do vinë. Ka filluar arrestimet në Amerikë. Ka filluar arrestimet e parat të Edi Ramës, e parat të Sali Berishës, që kanë bërë hotele. Jo me 5 yje, po me nga 20 kate. Manhattan. Kudo ne i dim, ju do t'i keni shqiptar. Pra, të dashur shqiptar, këta shqip folësit, lozën letra me parat tuaja. I quajtur një taulant balla që hekurat e ti janë gati. Një mistrec nga Librazhi. Erdhi me kokë palar dhe vete në kasino çdo ditë. Taiwan Casino. Lot para, a i hedh me janë, kurse ylli rakipin në krahun tjetër. Këta që janë si gazetar e deputet, të natën rrinë në për kasino. Por aman, taulan, e ti esh i veshur, kominoshe tende do t'i presën, që të hyrë ajri më të 4 anë, që të kujtosh që i ke bërë shqiptarëve. Një bërgjit që e ke të tërë hotele, shtëpi private, koka jote, që deri dije nanua të bëri deputet në Librazh. E di fare mirë kur u bëre deputet. E ke filluar të flaç fjalë të mëdha në atë parlament që ti s'di, ti s'ke bërë shkollë fare. Po e ke marrë nga Rumania, Bullgaria, e ke marrë nga fisit tënd. Por jo, si ty, të gjithë lozën letra. Parat të dashur shqiptar, jo $1.000. Cigaria u bën $1.000 një cigare, ju dofta se mbesoni. Verë lozën në kasino privat, dashur shqiptar. Verë që se ka parë as gjyshi, as rgjyshi tyre. Por aman, kasino, përsëri janë të tyre. Unë u bithirje dorë në zemër gazetarëve të terenit. Mor djem, jeni të rinj. Shpresa është ke ju. Unë u kam shëguar çdo natë. Kur flisni, jeni vajza të reja. Jeni djem të rinj që shpresën e kemi në ke ju. Joke në ata gazetarët, Ylli Rakipi, e të tjerë, janë 83 veta që do arrestohen, që kanë bërë propagandë për 35 vjetë,
që ka bërë propagandë për televizorët e tyre, qëllimisht kanë ofenduar shqiptarët për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Çfarë s'kanë bërë? Çfarë veshje nuk bëjnë? Televizori Klanit, televizori News 24, Top Channel, televizori Syri, televizori A2, gjithë televizorët. A e keni parë të dashur bashkëdhetar shqiptar? Asnjë nga televizorët nuk pranojnë, por pranojnë racën e tyre që llamatisën natë e ditë. Jo që do t'i mbyllëm, po do japin llogari. Edhe qumshin që e kanë pirë do t'u japin llogari para shqiptarëve, që janë bërë nga hiqi, bredhen me makina dhe me yze me qarë, që s'ka brëvaki do njëherë. Unë u bithirje të rinjve. E janë i nesër pra, si gazetarë që jeni të rinjë. Nuk e kam fjallën për ata gazetarë që janë gjoja të fshetë, që llamatisën në për televizor, që ne i dim qa bedhë s'pak, s'din asgjë fare. Po a them me plot 100%, absolutisht dashur shqiptar, nuk din asgjë si do arrestohet Balluku, si do arrestohet Taorlanti, si do arrestohen dhjetra do arrestohen këto ditë nga PD-ja, Noka, Ndoka, si kanë emrat ata, janë drejt burgut. Asgjë nuk din, është tepër sekret, është byroja kombëtare e anë të Amerikës. A i keni parë sa vinë çdo ditë? Ka shpenzime Amerika i paguan të FBI-s, vinë për të pastruar llumin. Nuk vinë këtu që t'i arrestojnë shefat e policisë që janë bërë me majme, që kanë hotele, të kanë vila, kurse policia 97% të policisë s'ka bukë të hanë. Dashur bashkëdhetar shqiptar, lutja ime e fundit është për ju. Ejani nesër në orën 2. Ta fillojmë në monumenti që na ka ngelur i fundit, pavarësisht se rrugët e Tiranës janë plot me allçi, skulptura, plot me anti-shqiptar, që nuk janë shqiptar, do të shihni vetë me dokumenta, po janë sërb e gjoja ishte shqiptar, janë ngritur në për rrugët e Tiranës, që tiranësit kanë qenë familje zotrinj, por në Tiranë është mbushur lloj. Unë i drejtohem përsëri i gjithë atyre që janë në Tiranë, që kanë erdhur nga rrethet e tjera. Kanë të drejtë të vinë ku të duan. Pavarësisht se i quajnë qeqenë, patriotët e veriut që ka luftuar me shekull, me shpatë në dorë, dhe s'janë përkullur kur, po vetëm ju përkull komunizmit që i vranë patriotët. U them, ata kanë punuar në për kooperativa, edhe marrë nga $80 kanë erdhur në Tiranë për një jetë jo e më të mirë. Rrinë në pra apartamente. Në pra apartamentet e vjetër s'paguajnë dot edhe qiran. Janë bërë si matuf, nuk gjejnë dot rrugën. E janë i pranesër. Aty tregojnë që se ju jeni djem e patriot. E janë i nesër dhe u thoni eshtrave të familjeve tuaj. Erdhi dita e lirimit, gjysh, strëgjysh, baba, nen, që ke punuar në kooperativ me fëmijë në Kurris, kështu punonin malësorët. Me djepe që kemi fotografit në kohën e komunizmit. Duke prashitur, banin djepje në Kurris, kurse labrit banin bucel me ujë. E janë i pra, ju për ju jemi. E janë i pra, ministra do t'jenë shërbëtorët tuaj, do ketë drita, pa pushim, të shumë dhe do e në gradis. Sepse deri më sot s'u ka ardhur asnjë kompani e huaj. Do vinë kompanit
që janë më të mëdha në botë. Do bëhet treni. Shumë i bukur. Çdo gjë do bëhet në Shqipëri, më mirë se Zvicra. E them më mirë se Zvicra, sepse do bëhet një qytet, një shtet turizm. Do kenë të gjithë hotele. Goja të liga thonë, do na dhen kapilin që hotelne. Po. Unë kam thënë dhe them, edhe një që është me bakti në maj të Malit, do marri një hotel, do marri një vilë, sepse gjyshi ti ka luftuar me grekët. Kurse gjyshi ti, stërgjyshi, ka luftuar me sërbët. Kanë filluar këto ditë grekët, po e ngrenë bishtin, gjojaziren me Edi Ramën. Gjojaziren për detin. Po mirë më të dashur shqiptarë. A e patë që Berisha, me gjitha lullin e ti, e firmosi me greku për t'i dhenë detin, të mos ishim ne gjallë. Jo, detin do ipnin, po vetëm të banin Tiranë. Pra, gjukata, me punën tona që bëjmë, arriti anullovi. Tani i thonë do vejmë në Hagë, në kë Hagë do vejmë. Haga s'është tona. Tona është tokë e Shqipërisë. Nuk na gjykon dot me njëri në botë. Ne do t'i gjykojmë, do t'i sjellëm të Hagës e t'i sjellëm këtu. Se harrojmë kollajne. Gjyqtari i Hagës hyri në burg për një këlysh italian që hapi një televizor. Që i dha gjyqtari të Hagës para, kurse satelitët tonë e pan edhe arrestuan gjyqtarin. Qa bën, tamam, si luli, që ngre në mes të detit, në tokën e Labris, në tokën e patriotëve, ngrihet dhe hedh gur në det dhe ngre një pallat. Dhe rrëzojnë dhe merr 3 fishin e parave, i ndajnë me Edi Ramën. Se si dim këto ne? Po mirë më dashur shqiptar, ku do shkojmë parat? Parat i kemi. Të gjitha ju do t'i kini. Po dikush mund të thotë, po 1 minutë, a i ka qenë cigani holl, është bërë me bark. E po kur të vejë në burg, a i barku do t'i gjitet me kurriz. Ati që kanë bërë juve. Pra të dashur shqiptar, po e them, herën e fundit, data 27 është data e hidhrimit që do qirinj. Këta tonit kanë marrë shumë qirinj. E janë ta gëdhim së bashku. E janë të takojeni, se nuk keni takuar vëlla me vëlla, do vinë nga Greqia, nga Italia, nga Amerika, nga të gjithë bota, nga Zvicra, nga Franca. Takoni, jeni vëllezër. Jemi një racë dashur bashkëdhetar. Jemi një gjak të dashur bashkëdhetar. Erdhi koha të bashkojmë, të gëdhim natën dhe të nesërmen në 28. Të vem të ngrem flamurin në ashtyll, të ngrem flamurin e lirisë të Amerikës dhe të Shqipërisë, që dojnë me shekuj, dhe do vem në qeverinë e re. Që kam marrë formë të prerë. Këto ditë do arrestojnë gjithë dashur shqiptarë. Edhe njëherë, e janë i nesër, e si kur qameti të fryj, e janë i të shpëtojmë, e janë i unë me ju dojem, e janë i të shpëtojmë, e janë i të shini fëmijë, ti martoni niprat në tokën e Shqipërisë, ti martoni me fiset që i keni, që i njoni njëri tjetri, që tjetë raca me bukur, por neve duan të na përzinin racën, me Afrikan, me Indian, me Pakistan, si ata që uzun një dizë, po si nga ta ka shumë dashur shqiptar, që janë bërë hoxalar, që janë bërë priftin, por nuk do ketë më, do ketë vetëm raca jonë, raca shqiptare. Raca shqiptare si që ka krijuar botën, gjua me vjetër në botë, jemi ne. Kultura me zgjuar në botë, jemi ne. Dhe ne do të ngelemi një histori. Është e treta që është bërë qeveria. Kjo është e treta që kemi ne.
Dhe kjo do ngelet me shekujt dhe me shekujt e ardhshëm. Natën e mirë të dashur shqiptar, e janë sa më parë, e janë në tokën e Shqiponjave, e janë të ngrem flamur, nesër mini flamur të dy. Flamuri me mira vjet, flamuri 300 e ca vjet. Është toni i dashur shqiptar, po ta lexoni mirë, janë tona. Është ligji tonë në Amerikë dashur shqiptar, ligji kanunit, ai ligj është bërë edhe këtu, që shumë shpejt do të shihni. Natën e mirë dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim nesër aty, në Skënderbeu, në ajo shkëndije e fundit që na kanë lënë. Pas me dashur shqiptar, keni 2 intervista dhe ju do t'i dëgjoni vetë. E njëherë, natën e mirë të dashur shqiptar, rroft Shqipëria jonë, e me shekujt e ardhshëm do valvoj ky flamur i lirë. Natën e mirë.